Me denoncimin tuaj të ditës së sot me zoti Blushi, ku vjen pra situata që përveç se është e përmbytur, ka edhe fshirat kanë nxjerrë edhe në pa një tjetër skandal, atë të cilësisë së dobët të punimeve, bëhet fjalë për rrugën Qukës-Javploç, një vlerë prej 260 milionë euro, e cila është inauguruar vetëm para 2 muajsh dhe u shemb një pjesë e saj duke rrezikuar tepër edhe kalimtarët, ku është mangur tragjedia, nëse mund të themi kështu, zoti Blushi. E gjithë kjo situatë, ndërkohë ndalemi pak tek abuzimi me fondet dhe kryeministri i cili këto ditë ka qenë Katar, ka patur një sfilat atje, në mos gaboj. Në fakt nuk është shiu ai që nxori në pa korrupsionin, tragjeditë me dhe atë çfarë pritet të ndodhte me rrugët e Florinta të Edi Ramës. Në fakt është paralajmëruar vite më parë, të mos harrojmë që vetë presidenti i Partisë së Lirisë zoti Meta rreth një javë para se të shëmbej rruga Korçë-Sek denoncoi punimet skandaloze, jo vetëm të asaj rruge, por edhe të rrugës Kardiq-Delvin. Në fakt nuk është asgjë tjetër veç se përdorimi i infrastrukturës nga Edi Rama për ta shndruar atë në një industri të vjedhjes dhe shpërdorimit barbar të taksave të shqiptarëve. Unë sot jam të tholla një shembull për ndërtimin e një prej rrugëve më të sigurta, më të forta dhe më të bukura të Shqipërisë, rrugën Llogara-Palas, e ndërtuar nga qeveria e kryeministrit Meta në vitet 2000, një rrugë e cila sikundër e din të gjithë shqiptarët kalon nëpër një teren shumë të vështirë malor dhe hapja e së cilës do donte që çdo centimetër shkëmb të punojë apo të shkatroj për të mundësuar hapjen e saj, një rrugë e cila është diku rreth 18 kilometra, por që në atë kohë i kushtoi buxhetit të shtetit vetëm 22 milion lekë dhe këtu pa llogaritur asfaltin. Pra afërsisht me kursin e sotëm, 1 kilometër i rrugës Llogara-Palas i ndërtuar në vitet 2000 dhe vetëm dua ta theksoj edhe këtë fakt. Për vetëm 6 muaj është ndërtuar me një kosto që sot duket qesharake, rreth 12.000 euro kilometri dhe krahasuar me rrugët e Florintat Edi Ramës, të cilat jo 25 vit, po as 2 muaj nuk i rezistojnë dot edhe shiut të parë, rrugë të cilat janë ndërtuar tej çdo parashikimi të mundshëm me një kosto maramendse që variojnë nga 6 milion euro deri në 20 milion euro kilometri, apo 5 deri 6 herë krahasuar me koston e rrugëve që ndërtohen në vendet e rajonit apo të Bashkimit Evropian. Nuk është vetëm rruga Qukës-Javploç, mos harrojmë shëmbjen si një thes kashte të rrugës Korçë-Ersek, e cila u kushtoi shqiptarëve gjithashtu jo pak, por 80 milion euro, pa llogaritur më pas rrugën Kardiq-Delvin, e cila gjithashtu u shëmb një pjesë të aksit të saj në hyrje të tunelit të Skarpicës, pa haruar rrugën e Arbrit, e cila vetëm shëmbet dhe duket sikur nuk ndërtohet kurrë. Pra janë të gjithë këto kryevepra korrupsioni në fakt dhe jo infrastrukture, me të cilat Edi Rama në fakt nuk se krenohet se ka bërë një investim në funksion të interesit publik, por janë thjesht dhe vetëm vepra të cilat shfrytëzohen prej tij si një mjet për të zhvatur në mënyrë barbare taksat e shqiptarëve.